Mjeku çudit botën, hudhra shëron këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Hudhra është një përbërës i thjeshtë me përfitime të pabesueshme shëndetësore për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ajo përdoret gjërësisht në mjekësinë tradicionale në shumë trajtime. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror i cili mund t'i japë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu të sjellë një sër përfitimesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por a e dini se ngrënia e hudhrës me stomakun bosh është vërtet efektive në parandalimin e një sër problemesh të trupit, gjithashtu edhe për të përmirësuar imunitetin, edhe për të stimuluar tretjen dhe për të përmirësuar gjithashtu florën bakteriale. Ngrënia e hudhrës është e mirë për mbrojtjen e shëndetit, por duhet të konsumohet gjithmonë brenda normës së lejuar. Shkencëtarët kanë zbuluar se konsumi i hudhrës me stomakun bosh e bën atë një antibiotik të fuqishëm natyror me përfitime të larta në mbrojtjen e trupit. Gjithashtu, ajo është e pasur me nivele të mira të natriumit, kaliumit, selenit, kalciumit, magnezit, sulfurit, silicit dhe acidit fosforik, vitaminat C, D, B, fitosterole dhe vajra esencial. Hudhra gjithashtu mund të përdoret kundër infeksioneve kërpullore, gjë që e bën hudhrën një nga ilaçet më të domosdoshme në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ja disa nga përfitimet kryesore të ngrënies së saj. Parandalon pllakjen, zvogëlon nivelin e kolesterolit të keq në gjak, shkatron një numër të madh të bakterieve të ndryshme dhe ndihmon në mbrojtje kundër sëmundjeve të zemrës. Nëse nuk e kishin menduar ndonjëherë se ngrënia një thelpi hudhër në mëngjes mund të kishte kaq shumë përfitime, atëherë shtojeni në menun tuaj pasi të dëgjoni këtë video deri në fund. Hudhra është një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Ajo ndihmon në mbrojtjen e funksioneve të shëndetit të zemrës dhe gjithashtu mund të përmirësojë edhe organizmin tuaj në tërësi. Hudhra pakson shfaqjen e gjasave të komplikacioneve dhe inflamacioneve në trup dhe mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Dhe nëse doni të përfitoni nga konsumi i saj, shtojeni në menun tuaj të përditshme. Por cila është koha më e mirë për të konsumuar hudhrën? Ekspertët thonë se koha më e mirë për të ngrënë një hudhër është përpara se të flini ose herët në mëngjes, kur bakteriet e stomakut janë gjithashtu në gjendje më të brisht. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni të paktën një thelpi hudhër çdo mbrëmje? Përfitimet e konsumit të saj do të jenë të larmishme. Ajo mund të përmirësojë detoksifikimin e mëlçisë. Hudhra mund të shtypet dhe më pas të konsumohet në mbrëmje. Kështu ajo do të çlirojë enzimat që luftojnë në qelizat e dëmshme, toksinat dhe bakteriet. Sulfuri te hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe nga metalet e rënda. Ajo është një antibiotik mjaft i mirë edhe për natën. Nëse konsumoni një ose dy thelpi hudhër të grirë në mbrëmje, do të forconi sistemin imunitar dhe ai do të jetë në gjendje të luftojë të ftohurën dhe gripin. Për më tepër, hudhra gjatë natës do të pastrojë mushkërit nga sekrecionet. Hudhra për një lëkurë më të pastër dhe më të shëndetshme. Duke ngrënë një thelpi hudhër në mbrëmje, ajo do të përmirësojë dhe rigjallërojë qelizat e lëkurës. Ekspertët thonë se hudhra do të luftojë bakteriet që shkaktojnë akne dhe do ta mbajë gjithashtu lëkurën tuaj më të pastër. Nëse doni të keni kolesterol të ulët dhe të mos vuani nga komplikacionet e tij, atëherë shtoni hudhrën me patjetër në dietën tuaj, e cila do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në balancimin e kolesterolit. Ngrënia e një ose dy thelpi hudhër në mbrëmje sigurisht që do të japë rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit. Hudhra është një produkt shumë i mirë i cili mund t'ju bëjë edhe shumë përfitime të rëndësishme kyçeve. Konsumi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve të prekura nga artriti sepse ajo do të luftojë kështu inflamacionet dhe do të zbuzë gjithashtu edhe dhimbjet. Hudhra nuk duhet të konsumohet, sidomos nga personat që kanë tension të ulët. Rezultatet që do t'i japin shëndetin do ta bëjnë atë një nga produktet më të shquara për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj konsumi i hudhrës, sigurisht edhe në dozat minimale, do të japë rezultate pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Hudhra përmban komponent me veti të fuqishme medicinale. Shkencëtarët kanë zbuluar se shumë nga vetitë shëndetësore të hudhrës shkaktohen nga përmbajtja e squfurit
që formohet edhe gjatë grimcimit, shtypjes ose përtypjes së saj. Ndoshta një nga përbërësit më të njohur është alicina, ajo që mund të ndodhë edhe shumë përfitime për organizmin. Përbërësit e tjerë që mund të luajnë një rol në përfitimet e shëndetit të hudhrës përfshin edhe disulfatin, gjithashtu edhe alium. Përbërësit e sqafurit të hudhrës hyjnë në trup nga trakti tretës dhe qarkullojnë nëpër të gjithë trupin, duke ushtruar kështu efektet e tyre biologjike të forta. Hudhra është shumë e pasur me vlera të larta ushqyese, nuk ka shumë kalori dhe gjithashtu mund të kombinohet me çdo ushqim të shijshëm. Hudhra mund të luftojë sëmundjet si ftohti i zakonshëm. Suplementet e hudhrës njihen për vetitë që kanë në përmirësimin e sistemit imunitar. Një studim i madh 12 javor zbuloi se suplementet e hudhrës në dietë reduktojnë gjithashtu edhe ftohjen me 63% krahasuar me ato persona të cilët përdorin placebo. Hudhra është një mundësi shumë e mirë për të ulur tensionin e gjakut dhe për të përmirësuar kështu edhe mbrojtjen e shëndetit tuaj. Hudhra mund të jetë një aleat i mirë për organizmin në çdo aspekt. Sëmundjet kardiovaskulare si ataku kardiak ose goditja në tru janë një nga vrasësit më të mëdhenj në botë. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga nxitësit më të keqinj të kësaj sëmundje. Studimet kanë zbuluar se hudhra ka një impakt të rëndësishëm për uljen e tensionit të gjakut dhe gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të pandalshme të dietave të përditshme. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga produktet më të mira edhe kundër komplikacioneve të zemrës. Hudhra mund të ulë kolesterolin total dhe atë LDL. Për ata persona me kolesterol të lartë, hudhra mund të ulë kolesterolin total dhe atë LDL me rreth 10 deri në 15%. Hudhra përmban antioksidant që mund të ndihmojnë në parandalimin e Alzheimerit dhe demencës. Dëmtimet oksidative nga radikalet e lira kontribojnë në procesin e plakjes. Hudhra përmban antioksidant që mbështesin mekanizma mbrojtës të trupit ndaj dëmtimeve oksidative. Kombinimi i efekteve të reduktimit të kolesterolit dhe presionit të gjakut me veti antioksiduese ndihmon në uljen e riskut të Alzheimerit dhe të demencës. Hudhra mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Akoma nuk është e parë, gjithashtu hudhra mund të jetë një stimulues e organizmit tuaj në reduktimin e këtyre komplikacioneve falë përfitimeve që ajo do t'japë në mbrojtjen e shëndetit. Hudhra mund të quhet edhe një detoks i mirë për shëndetin e mëlçisë. Hudhra mund të shtypë edhe më pas të konsumohet në mbrëmje. Kështu ajo do të çlirojë edhe enzimat që luftojnë qelizat e dëmshme, toksinat dhe gjithashtu edhe bakteriet. Sulfurit e hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe nga metalet e rënda. Hudhra mund të cilësohet edhe antibiotiku i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelpi hudhër të grirë në mbrëmje, do të forconi imunitetin dhe ai do të gjendet edhe në mbrojtjen më të mirë kundër virozave. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga produktet më të mira edhe për personat që kanë rënje të imunitetit. Kështu, prania e kësaj barishte në dietën tuaj sigurisht që do të japë rezultate të mira edhe në rritjen e vlerave të imunitetit. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga produktet e cila mund të mbrojë shëndetin tuaj dhe të reduktojë komplikacionet. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt për të përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj është një nga mburojat më të çmuara që mund t'i bëni organizmit. Nëse doni të konsumoni hudhër vazhdimisht në dietën tuaj, duhet të dini se ajo është e pasur gjithashtu me efekte të mira, e cila mund t'japë edhe një ulje të ndjeshme të kolesterolit. Hudhra e mban zemrën më të shëndetshme, ul kolesterolin duke mbajtur larg edhe komplikacionet, ndaj ekspertët këshillojnë në konsumin e saj. Ngrënia 1 ose 2 thelpi hudhër të shtypur çdo mëngjes ose çdo mbrëmje mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.